Revista amerikane Forbes vlerëson se presidenti rus Vladimir Putin po përballet me një situatë gjithnjë më të vështirë, ku lufta në Ukrainë, presionet e brendshme dhe perceptimi për dobësimin e Kremlinit po krijojnë një mjedis politik të brisht. Sipas artikullit, nuk përjashtohet mundësia që shndrimi i tij në pushtet të hyjë në fazën e fundit. Sipas Forbes, sulmet e vazhdueshme në Ukrainë se me dron kanë shkaktuar vështirësi serioze në furnizimin me karburant të Krimes. Në të njëjtën kohë, radhë e gjata të automjeteve gjatë kulmit të sezonit turistik kanë përforcuar imazhin negativ për administrimin në rus të rajonit. Revista thekson se ura e Kerçit mbetet korridori kryesor i furnizimit dhe një objekt me rëndësi të madhe strategjike dhe simbolike. Artikulli argumenton se zhvillimet në front kanë ndikim të drejtë edhe në legitimitetin politik të Kremlinit. Sipas autorit, kur pasojat e luftës bëhen të dukshme për opinionin publik, dëmtojnë jo vetëm situatën ushtarake, por edhe besueshmërinë e udhëheqjes politike. Në këtë kuadër, Forbes flet për një konsum gradual të autoritetit të Putinit, i cili sipas revistës mund të përshpejtojë zhvillimet politike. Publikimi ndalet edhe te shenjat e pakënaqësisë brenda kampit rus, si shembulli përmend blogerin ushtarak Aleksandr Luin, i cili sipas artikullit ka paralajmëruar publikisht rrezikun e një rebelimi dhe ka kërkuar një bisedë televizive të drejtë për drejtë me Putinin. Forbes e interpreton këtë si tregues të shqetësimit në radhët e elitave ruse për të ardhmen e tyre në rast të një destabilizimi politik. Revista paraqet disa skenar të mundshëm përfundim politik të Putin, duke përmendur si mundësi një rozim të dhunshëm ose një proces publik, ku ai do të mbahej përgjegjës për pasojat e qeverisjes së tij. Vlerësimet përfundimtare të Forbes janë se nëse tendencat aktuale vazhdojnë ose të përkeqësohen, presidenti rus mund të rrezohet nga pushteti brenda 3 viteve.